Anton dhe Bora Keçi, babë e bi, humbën jetën në një aksident tragjik në Lezhë mbrëmjen e së shtunës. Sipas njoftimit të policisë, ka qenë djali i mjekut Keçi, ai që ka njoftuar në komisariatin e policisë se ka humbur kontaktet me babain dhe me motrën e tij, të cilët ishin nisur për në punë me automjetin e tyre. Pas kësaj, efektivët nisën kontrollet për gjetjen e tyre. Automjeti i tyre u gjet në afërsi të fabrikës së Çimentos në një rrugë dytësore, në një kanal me ujë dhe brenda tij ndodheshin pa shenja jete babë e bi. Sipas policisë, dyshohet se makina ka dalë nga rruga si pasojë humbjes së kontrollit mbi drejtimin e tij. Nga ana e drejtueses 20 vjeçare, vështirësia për gjetjen e tyre ishte e madhe, pasi kanali ishte thuajse i padukshëm. Në një postim ngushëllimi të shpërndar nga drejtoria e burgjeve, bëhet me dije se 52 vjeçari ishte shefi shëndetësisë në burgun e Lezhës, ndërsa e bia 20 vjeçare po ndiqte gjurmët e tij në mjekësi, pasi ishte studente në vitin e 2 të fakultetit. Anton Keçi ka shërbyer për 6 vite në sistemin penitenciar, thuhet në reagimin e drejtorisë. Viktimat punonin me kohë të pjesshme në kampin e refugjatëve në Gjadër.